Themeluesi i fundjavë ndryshe Arber Hajdari ka rrëfyer një histori tronditse që i ka shënuar jetën. Ai ka rrëfyer historinë e Elsës, një vogëlusheje që nuk jeton më dhe prek ende. Është historia e një vajze të vogël që nuk jeton më, thot Hajdari. Është një histori e cila përloti të gjithë shqiptarët me vështirësitë që Elsa kalonte bashkë me familjen e saj, jetime, vetëm me nënën dhe me vllajin, në kushte shumë të larta bullizimi. Një fëmijë i jashtëzakonshëm, e zgjuar, mësonte dhe në atë kohë kur ne i gjetëm bëm të mundur që t'u siguronim një shtëpi të re, jo në Delvin, atje ku jetonim. Më vonë arritëm që në një kohë shumë të shkurtër, njëkohësisht kur punonim për shtëpinë e re, të shkonin për herë të parë në plazh. Imagjino çfarë bën varfëria të jetosh në Delvin, rëfen Hajdari. Hajdari rëfen se Elsa e vogël i shkruajti një letër ku e falenderonte për shtëpinë dhe që kishte qenë afër saj, dhe i drejtohet duke i quajtur "Je babi im". Isha lidhur shumë shpirtërisht me të dhe në atë kohë kur nuk isha bërë ende baba, Elsën e trajtoja si ti ishte vajza ime. Më pas, në periudhën e pandemisë, më vjen një telefonat nga nëna e Elsës dhe më thot që Elsa është në spital në Tiranë në gjendje të rëndë. Kishte një sëmundje shumë të keqe ku mjekët u detyruan të bënin disa analiza të shpejta jashtë vendit për shkak të specifikimit të sëmundjes dhe ishte një sëmundje agravuar tashmë. Elsa luftoi për jetën gati 7 ditë. Pas 7 ditësh Elsa ndroi jetë me të gjithë mënyrat që mjekët u munduan ta shpëtonin.